Unë jam në mes të Shëngjergjit dhe nuk e di këtu që ka hap tregu, si? Qa është ky fund? Ua, 5.000 lek fundi. Hajde mi grau hap thisi. Pas ka syze, hajde. Modelet të fundit, sa bën këto syze? S'pas ka biznes, s'pas ka kujta. Shi! Si këto që vesh Kristall, jo Kristall. Edhe në Shëngjergj pas kanë si këto, e kupton sa demodeje? Ua, sa bukur! Mos gjenoj gjithë hajrit. Por shiko, unë do përfundoj, s'do marr asgjë, me thënë të drejtën, sepse unë po fillova me shopping, unë nuk mbaroj, e kam shumë të vështirë të zgjedh. Mano shaqe! Si e? Unë jam Fatosi. Qofsh me mirë. Edhe ti. Si po të shkon biznesi? Një ashtu. Bukur? I përsorë. Është e vështirë? Është shumë vështirë. Me lek borxhe, s'kam një Lekët e vësh, e zet shtot borxhe që. Po ti ja dhe lekët, po s'ja japin tjerë. E keti, a keti një fletore, ma tregon pak? Si nuk kam. Ma tregon fletore? Kjo është fletoria ku ketë të gjithë të shënuar. Mos tjera më të keqë. Sa e keti afatin, për shembull, deri sa mund të marr unë ty me lek borxh? Por merr një ushqime, kur merr asistencën dhe t'jap lekë. Merr asistencën, ka marrë dhe ke tjetëri. Kush ka qenë, sa kanë nejtë më gjatë pa të dhënë lekët? E ka mush vitin? Qa thu? Edhe më shumë për qa për i kilogram sheqer? Po ja, jam posë gur bë. Gur bëhet mur, pa. Unë nuk mund ta mbyll rrugtimin tim në Shëngjergj pa shkuar te ujvara, por normal që nuk do shkoj me këto rroba, do ndrohe me rroba vanja. Po këtë nuk, fatkesisht nuk do e filmojmë, kështu që jam gati, siç e shihni, shkojmë drejt ujvarës. Nuk e dija që të shkosh në ujvarën e Shëngjergjit do ishte kaq raskapitse, sikur po shkoj në kërkim thesarin, nuk e di domethënë. Po që ja vlejti pritja. Super ujvar. Tani po futem, uji është pak i ftohtë. Por është shumë i pastër. Ore, një sekond. Se nuk e bëj unë sikur ta vështirësoj pak jetën vetes dhe qefin juve, po sikur ty t'lajm nudo. Apo është shumë ftohtë, apo ta provojmë. Hajde njërë ta provojmë. Po normal që ju nuk do shihni gjë se qa ju mori mendja, jemi andale, nuk jemi e dini vetë ju. Unë i kam marrë çantën kameramanit, sepse duhet të mbulojmë pak të brendshmet, por uji sa vjen vetë më i ftohtë. Po një sekond tani se që ka theu. Është shumë i ftohtë, të jam nudo. Episodi i parë i këtij emisioni ikonik që do vi do bëhet akoma më ikonik sepse do bëjnë gjithë Shqipërinë bashkë. Shihemi në episodin tjetër, deri atëherë mos harroni që lumturia ndonjëherë gjendet dhe në gjëra të vogla. Ándale!